Është shumë e rëndësishme që sot jemi Reporting House këtu prap në këtë vend me lansu një projekt tjetër të rëndësishëm që sunon të vërtetën edhe luftimin e dezinformatës, sepse këtu kemi dasht me këtë ekspozit me luftu dezinformatën e të 90-ave. Edhe atëherë kemi pas pasoja prej dezinformatës. Falenderoj ambasadën për mbështetje të një programi që nuk jep vetëm financim për organizatën tonë, Birnin dhe Internewsit, 2 organizata partnere me e bo këtë projekt, po synon me dhanë grante gazetarve tjerë për me i përkrah ata me bursa, ata gazetarë që janë të guxim, mjaftueshëm të guximshëm me u marrë me verifikim të fakteve. So it's a real pleasure to be here today on this important occasion to launch this Media Integrity and Disinformation Watch, MidWatch, and I'm so delighted that we, the UK, the British Embassy, are able to work with such incredible organisations for this short but powerful project. And I know it's going to be a challenge to achieve what you want to achieve over the next 6 or 7 months. But I know we also have the right people for the job. So we're not just here to launch a new project, although I'm delighted that we are, but really we're here to reaffirm the importance of objectivity and transparency to the democratic values that underpin the freedoms that I know people in this country aspire to and want to maintain, as do the people in the country where I come from, the UK, and as do people all over Europe, the place where Kosovo belongs. Nëse fokusohemi në Kosovë, çka ndikon dhe çka e cënon integritetin e informacionit, mendoj që ka disa zhvillime të cilat ndodhin paralelisht. Mundet me u përmend rritja e përmbajtjeve të manipuluara prej toolsave të ndryshëm të inteligjencës artificiale, sidomos ato që po shpërndahen shumë në rrjetet sociale. Tash nëse kemi parasysh faktin që rrjetet sociale janë jashtë, le ta quajmë kushtimisht, mbikëqyrjes së gjitha mekanizmave që në disa raste janë funksional, në disa raste tjera ka nevojë të funksionalizohen edhe më shumë. Terreni është tepër i përshtatshëm për njerëz që eventualisht mund ta kenë dëshirën që të merren me fake news edhe të rëndojnë edhe më shumë ambientin në të cilin funksionojnë. Kur flasum për integritetin e mediave dhe dezinformimin, mendoj që jemi duke folur për 2 tema që kanë rëndësi të jashtëzakonshme strategjike për mbrojtjen e individit dhe të vendit në përgjithësi. Për nga përkufizimi, dezinformimi ka të bëjë me qëllimin, domethënë është një qëllim për të bërë keq. Dezinformimi ose kampanja dezinformuese janë jashtëzakonisht të rrezikshme, mendoj, dhe nuk janë një dimensionale, po janë shumë dimensionale. Prandaj tu kemi të bëjmë me një ekosistem veprimi dhe dëmi që mund të parashihet varet shumë prej intensitetit të organizimit të kampanjave dezinformuese. Në projekt kemi përfshi identifikimin e informacioneve të rreme që synojnë me cenu integritetin territorial, që synojnë me ngrit tensionet ndëretnike, informacionet të rreme që potencialisht mund me qenë të sponsorizuara nga jashtë, pra nga shtetet e tjera. Pra ky është synimi i parë. Po megjithatë, nëse mbetemi vetëm me kaq, na e dim që nuk e ekspozojmë tërësisht problemin. Pastaj kemi shku në fazën e dytë. Pra, përveç ekspozimit të disa informacioneve të rreme, ne do të bëjmë studime, do të bëjmë hulumtime për fushat specifike. Pra, ato që i përmena, që mendojmë që na cenojnë integritetin tonë, na cenojnë sigurinë tonë, na cenojnë shëndetin tonë, na për to do të bëjmë hulumtime specifike dhe po ashtu do t'i trajtojmë me këtë projekt. Është rajoni ku jetojmë na, është i atakum prej disa burimeve të dezinformatës, të cilat në vitet e fundit nuk kanë qëllim me nda rajonin e Ballkanit në pro dhe kundër, nuk kanë për qëllim me nda rajonin e Ballkanit pro Rusi ose pro NATO, mirë po kanë për qëllim me kriju qytetarin neutral, qytetarin i cili nuk ka qëndrim për ato që ka po ndodhin botë dhe nuk ka qëndrim
për vlerat të cilat po dëshiron me i përfaqësu ose me i përqafu si qytetar.